Sipas dëshmive të mëvonshme, njeriu që ndante shtrat me të regjistronte fshehurazi çdo bisedë në diktafon, per gazetare, per para, per njëtë ardhme ku emri i saj do të ishte vetëm kuçtime. Tu hej se çdo lot, çdo dishim, çdo moment do besie mund të shitej. Dhe sipas burimeve, ai e shiste, per $3,000, një shume që sot duket kësharake, por atëherë ishte çmimi i tradhtise, ai dorezoi intime sekretet e nekshmigje pagarusha, grua s'ka e kishte dashuruar me çdonote. Sot, pas vitesh hesht gjegje, do të zbulojmë me emrin e atij gjyde. Do të shohim se si burri që këndronte prapa kamerave, që buzekeshte në çdo koncert, që mbante dorën e saj para fotografeve, ishte gjithmonë logjtari i dytë në një logje të fshehur. Ai nuk e vrau karrierën e saj me një goditje. Ai e rrezoi me djetëra prerje të vogla, të padurueshme, dhe asnjëri nuk e dinte. E kushtoni atë foton, nekshmigja në fustan të bardhe, mbi skenën e Prishtines, duart hapur drejt qiellit, zeri këthjen të heshtjen e një kohë të veshtire. Shte vitin gjemigja e 1967. Kosova nuk ka asgjë. Asnjë shkelkim, asnjë shprese. Vetëm pluhur, varferi dhenjë, ndjenjë se gjithçka është larg. Por ajo këndonte. Dhe kur këndonte, njerëzit harronin se nuk kishin para. Harronin se nezër duhej të punonin dëmbedhje të ore në uzine. Ata e shikonin atë, dhe besonin përseri. Zeri i saj nuk ishte vetëm muzike. Ishte oksigjen. Ishte dritën e erre siren e një bote që u largohej nga endrat. Por askush nuk pjeste çmimin ko ajo pagonte per këtë maggjine. Askush nuk pjeste pse duart i dridheshin sa pozerat heshtnin, prapa skenes, në atë domen e vogël që i thonin garderobe, por kene realitet ishte njevri me mure të lagesht dhe një paskire e tjerë, nekshmigja hikte fustanet e ndritur. Ati nuk kishte admirues, kishte vetëm lodho. Kishte një grua që kërkonte, u gjë teftohte per ta shlir gervishtjet e kepuceve të ngushta. Një grua që fliste me vetën, duke ju lutur që zeri ta mbante edhe një nata. Jashta, menaksheri i saj numeronte parate e biletave. Ai buzekeshte. Ai dinte se ajo nuk do të kërkonte asgjë. Ajo nuk dinte të negocionte, ajo besonte se arti eshte i shenjte, dhe se njerëzit kë e duan artin nuk e shperdorojnë. Ajo ishte gabimet kë bejnë artistet e vertëte. Ata besojnë, dhe pas ta gjdigjen, kur ajo hynte në makinen kë e priste pas koncertit, brenda kishte një burri. Emri i tij ishte i njohur per të gjithë. Ai ishte menaksheri i saj, partneri i saj në biznes, dhe sipas dokumenteve zyrtare, njeriu që e donte. Por dashuria ka çmim. Ai e dinte këtë me mire se kushto qeter. Ai mbajte gjafergju sepse e admironte zerin e saj, por sepse e kishte kuptuar ekonominë e fames. Nekshmigja ishte një makine që prodhonte para, dhe ai ishte operatori. Por makinat prishën. Makinat plasën. Dhe kur kjo ndodh, operatori nuk i riparon. Ai i zëvendëson. Ajo nuk e dinte ende se sapo ishte shënuar per zëvendesim. Se çdo bisede ka benin në heshtjen e nates, çdo moment kur ajo fliste per frikën se zeri po do besohej, regjistrohej. Dhe gjo vetëm per kuçtim. Në domen e vogël të taj, pas organizimit të radhes se koncerteve, ai ulej me një diktafon të vjetër. Kasete pas kasete. Zeri i saj, i lodhur, i të, human mbushte heshtjen. Ajo fliste per atë që nuk do të thoshte kurrë në publik, se ndihet si një rrugë e shkelur, se këndonte por nuk jetonte, se kishte hambur diçka rrugës, një pjesë të shpirtit që nuk mund ta kthente me, dhe ai dëgjonte, por nuk dëgjonte per të kuptuar, ai dëgjonte per të shitur, sepse gjashta në zirat e gazetave, në tavolinat e redaktorev ko gjetonin nga skanedalet, kjo lojgjë kasete vlente aksa dëgjete koncerte, nese ajo deshtonte, nese ajo tjejgjë, nese ajo hambisite, ai do të kishte rezerven. Proven që ajo nuk ishte kake fortesa e besonte publiku. Proven që ajo ishte thjesht njeri, të njerëzit shiten lehte. Ajo nuk e dëshoi asnjëherë, sepse kur gjene shkallet me të lartat e fames, mendoni se njerëzit afer gjush gjane ati pergju. Gju nuk mendoni se ata gjane ati per të mbledhur kupat këbien.
Gju nuk e dini se ata presin ke gjutabini. Nek shmigja besonte ne besnikeri. A gjo u rrit në nje bote ku vgjala e dhene vlen me shume si kontrata. Në nje bote ku nese dikush hante buke ne triezen tënde, a nuk te tradheton të dot. Por a gjo bote kishte vdekur, a gjo thjesht nuk e kishte venere ende. Të njerju ke flinte prane saj. Njerju ke kishte pare të gjveshur, gjo vetem nga robat, por nga tek gjitha mbrojtjet e shpirtit, tashme kishte shitur qëru sekret tek e ku e paguante me shume. Kur lajmet filluan të dalin, ato nuk erdhen me zhurme. Erdhen si helm ingadalte. Nje artikull ketu, ambigjetan privatite nek shmigje pagarushes, detajë ku vetem një person shume i afert mund t'i dinte. Një reviste atje, intervista me një burim anonim, ku e përshkruante mënyren se si ajo si lej kur nuk ishte neskene, mënyren se si ajo fliste per friken e moshes. Në fillim, ajo u habit, pastaj u zemerua. Te me në fond kuptoj se personi ku duhet të mbronin ishte ajko e shiste kope, por cfare mund të bente, ta denon konte, ajdu të mohonte, të largohej, aj e kishte gjeten e saj në kazeta. Ajo ishte e izoluar. Të tradhtia me e madhe nuk ishte ajo këtë godet befas. Shte ajo ka vjen nga duart ka ke mbajtur në erresire. Por këgjo ishte vetem fillimi, sepse tradhtia ka nivele. Kate atille ka shiten per para, kate atille ka shiten per hakmargje, dhe ka ata ka shiten per pushtet. Aj nuk ishte vetem një menakseri pakendshëm, a ishte pjese e një rjetime temer, një lidhjegje këllit të artistet me sistemin, me organet, me një rezit ke vendosnin se kush kendon të kush heshte. Dhe kur erdhi viti një migja, e nën tekind e 84, viti i kontrates ke du të vriste artine e saq perg gjithmone, a i ishte gati, a i kishte pergatitur token, a i kishte mbjelle dishimin. Dhe tani duhej vetem ta shtypte. Pjetja eshte, pse? Qfare fitu e duke e shkaterruar? A ishte thjesht lakmia, apo kishte diçka me të thelle? Të ketu filon misteri kë du të zhduket në tere këta histori, sepse burri kë e trattoj nuk foli kur republikisht. A ju zhdukte në higjet e historise, por kasetuat mbeten, dhe disa prej tyre tashme gjanek gjetur. Ajo ishte Maria. Thjesht Maria, emri kë askush nuk e permende në biografia zirtarete në kshmigje pagarushes. Maria ishte ajo kë i pastronte fustanet pas qdo koncerti. Ajo kë i mbante doren kur në kshmigja dridhej nga shterimi. Ajo kë degjonte qdo psheretime, qdo fjalet e heshtur kur zerat e të gjere largoheshen. Per dizet vgjet, Maria ishte higja. As një fotograf nuk e pjeti kurre se kush ishte. As një gazetar nuk shkroj per te, por ajo dinte gjithë qka. Dhe tani, per here të pare, ajo foli. Fjalet e saj janë ndryshuan qdo gje ka besonim se dinim per kete grua madheshtore. Maria tha, une imbulogja gjurmet. Jo gjurmet e deshtimit, jo gjurmet e dobezise, gjurmet e dunes. Dhe per 20 vjet, askush nuk pjeti pse. Askush nuk deshi të digja. Maria ishte 37 vjeç kur takoj nekshmigjen per heret e pare. Ishte vitinja midja e nëntekind e 66. Nekshmigja ishte në kulmin e fames. Maria ishte një grua e thjeshta, pak arsim, pa lidhje, pa emer, por me duar të forta dhe një besnikerie kë sot duket naive, ajo u punesua si asistente e garderobes. Detyra e saj ishte të mbante fustanet të pastra, të organizonte valiset, të siguronte ke gjithçka, të ishte gati para qdo shfaqgjegje. Por shume shpejt të terat ndryshuan, sepse nekshmigja nuk kishte nevogje per një pastruese robash. Ajo kishte nevogje per një mur midis botez dhe vetes. Te Maria u be aj mur. Që donate, pas koncertit, kur dolen dritat e mbeten vetem, nekshmigja u lejt në një karriget e thjeshme dhe e hikte masken. Atëhere, Maria shihte gjera ke askush gjeter nuk duhej ti shihte. Shihte gjurmet e gishtrave në krahet e saq. Shihte sita e skukur nga kargja e heshtur. Shihte shpirtin e nje gruagje ke po per leshet me diçka ke nuk mund te emerohet. Nxenate, ishte me si prillit një migja e nën tekind e 70 edi, Maria e gjeti në kshmigjen ullur në kendin e garderobes,
dukem bashkëtur ne kope letre ne dore, letra dridhaj, jo sepse dora dridhaj, por sepse fjala e shkruar në te ishte ake rendasa, edhe letra nuk mund të mbante. Maria nuk iu afrua mengjëhere. Ajo e dinte se ka momente kur edhe durata e vetmi se duhet respektuar. Por pastaj nek smi që ngriu koken, te Maria pa diçka ke nuk e kishte pare asa njëhere me pare. Ishte frika. Gjo e turpshme, por e paster. Frika e dikujt ko e di se gjerat do të perke kesohen, dhe nuk ka menyre per të shpetuar. Nek shmigja i tha asaj, ata duan keune ta heshta. Tenese nuk heshta, du teme bejne ta heshta. Maria pjeti kush gjane ata, por nek shmigja nuk ka perg gjiksh. Ajo vetem shikoj drejt paskires se tjerde ta, gjerezit ka vendosin se qfare ka ndojgjme, ku ke ndojgjme dhe kur ndalojgjme. Kjo pregja sajnate, Maria filloi të mbagje në gjeditar të fshehta. Ajo nuk e beri këtë per gazetaret, as per historina. Ajo e beri sepse ndjente se dikush, njëhere e një kohe, do të donte të dinte të vertëtan. Dhe e vertëta ishte kjo. Nek smigja nuk ishte thjesht një artiste e nën presion. Ajo ishte një grua nën survegjim, çdo levizje e saj monitorohej, çdo fjale e saj raportohej. Nese ajo këndonte një këngë kë nuk ishte miratuar, telefonine e shtepi nuk ndalonte se biruari. Nese ajo takonte njerëz kë nuk ishin nga rrethi i duhur, raportohej. Te nese ajo protestonte, edhe me heshqe ndjashkohej. Si? Koncertet anulluoheshin në minuten e fundit. Intervista censuroheshin. Kontrata mbyllen. Nek shmigja u be një marionete e bukur kë duhejte këndonte saktësisht atë kë i tuhej, saktësisht kur i tuhej. Dhe kush mund të këndoje kur fjongo kalon në per fytit. Maria tregon një histori kë nuk gjendet askund në shenimet zyrtare, ishte nata para një koncerti të madh në Beograd, vitin gjemigja e nëntekend e 70 e nente, nek shmigja duhejte këndonte per një audience prej dimbedjete me gje veteve. Por di ore para shfaqjes, ajo u tërhok në garderobe dhe nuk del. Maria e gjeti duke kare në heshqe, lotet rana mbi fustan, por ajo nuk bente zurme. Ajo ka mezuar të kante paze. Shtangje talenti i trishta. Një aftesi ke vetem gjerezit non terror e zhvillojne. Maria pjeti qfare ka ndodhur. Nek shmigja nek soringje leter nga canta. Letra ishte e shkurt, vetem 3 reshta. Dhe ato 3 reshta i bene kembet t'i dridhen. Si pas deshmise se Marise, ne leter shkruante. Sonte do te kendoni atë ke gjutemi. Ose sonte eshte nata e fundit. Nese largoheni, mos u ktheni kurre. Maria e pjeto, nga kush eshte këgjo. Nek shmigja u perg gjigj, nga ata ke nuk firmosin. Nga ata ke nuk duhet të pjesesh. Maria une po vdes, gjo sepse gjame semure. Por sepse qdo frime ke mar nuk eshta imgja. Qdo note ke ndojgj nuk eshta imgja. Une gjam vetem njeze në një trup ke nuk me perket me. Te sonte ata duan të me perdorin edhe njëhere. Por per qfare? Per të mbuluar diçka? Per të festuar diçka ke une nuk besoj? Nuk e di. Te me e kekja eshta, nuk kuksoj të pjesi. Maria deshi të thoshte diçka, por nuk mund të gjente fjale. Qfare mund të thuash kur shokeria peret heshte këthir në burg pa hekura? Por nek shmigja unë ngrit. E fshiu fityren me nje për shkir të barde. Uvu buzek është gjen. Dhe doli në skene. Ajo këndoj saktësisht atë ke i thane. Dhe publiku duar trokiti. Ata panengje ikone. Ata nuk panengje grua ke sapo kishte hekur dure nga e drejta e saj per të zgjedhur. Maria tha në intervistën e saj të fundit, ajo këndoj atë në të. Por diçka në të vdik, zeri ishte i njajte. Por shpirti ishte bosh. Dhe kur une e pashe duke u këtir nga skena, ajo nuk buzekeshi, ajo vetem shikoj drejt me gjitheta. Sa kohe mendoni se një njeri mund të vdese para se trupi të janë gjeke. Kjo pregja të here, Maria pak gjera të qera. Shihte se si nek shmigja nuk hante me para koncerteve, jo nga nerva, por nga frika se ushkimi do tek të hej. Shihte se si ajo mori barera ke e mbajne zgjuar, pastaj barera ke e lene të fliste, pastaj barera ke e bejne të mos në gjegje me asgje. Shihte se si nek shmigja humbi peshe,
që nga dieta, por nga një logjike kushkier gjegje e brendshme që e hante nga brenda. Te Maria nuk mund të bente asgjë. Ajo ishte thjesht një dëshmitare, por dëshmitaret mbajnë e histori. Dhe tani historia flet. Sot, Maria jeton në një shtëpi të vogël në periferi të Prishtines. Ajo është tashme 80 in gjë vjeç, duart I dridhen, por nuk prej moshes. Ajo thote, dridhen nga peshimi I të fshehtës kë kam mbajtur per ak shumë kohë. Unë nuk fola sepse kisha frikë. Frike se do teme ndodh te mua ajo ke I ndodh hi asaj. Por tani, çfarë me kane? Plakeria me ka marrë gjithçka. Tani, e vetëm gjë keme mbetet eshta e vërteta. Dhe e vërteta eshta këgjo, nekshmegja nuk zgjidhte ta heshta. Ajo u detirua. Dhe ata ka e detiruan nuk ishin të huaj. Ishin gjerez ka ajo I ngjihte, gjerez ka I besoj, gjerez ka e putnin në fake, dhe pastaj I ashisnin shpirtin në treg. Por kush ishin këta gjerez? Si dukeshin? Çfarë e mrash mbanin? Maria nuk I tha të gjitha. Ajo tha, disa prej tyre gjane ende gjallë, disa prej tyre gjane ende ne pushtet, disa prej tyre gjane ende të famshme. Të nese I emerogja, ata do te me kwanin gengje shtar, ata do të toshin se une gjam një grua e vjetër e hutuar, kjo shpik histori. Por une nuk shpik, une kam dokumentet, kam letrat, kam deshmita. Dhe dikush, diku, do t'i gjegje ato. Këgjo është pjesa e ditë e historise. Pjesa ku zbulojme se nekshmigja nuk ishte vetëm një viktime e një burri tradhtetar. Ajo ishte një viktime e një sistemi të resise, ko e ktheu artin në arme. Kur polika hajri në shtëpine e saq pas vdekjes, në sirtërin e tavolines se në të zgjeten një zarf të mbyllur me pulle të kukedilli. Mbi zarf shkruan të vetëm një fjale. Kontrata. Brenda kishte 14 flete. Të daktilografuara në letër zyrtare me vullen e një kompanie produksioni ku e sot nuk ekziston me. Kjo ishte letra ku nekshmigje pagarusha e pa në vitin 1984. Kjo ishte letra që I ndryshoi gjeten për gjithmone. Dhe kjo ishte letra që askush nuk duhet të leksonte. Sepse sa here ko dikush e leksoe, e kuptoe. Kjo nuk ishte një kontrate për puna. Ishte një kontrate për heshqe. Ishte një marrëveshje mes artit të tradhtis. Dhe çmimi ishte shpirti I saj. Të leksojme atë ke shkruhej në faken e pare. Klauza e pare. Artisti pranon të performoje në mënyra që do të përcaktohen nga produksioni. Termi performance mbulon jo vetëm muzikën, por edhe format e prezantimit, teknikën e përshtypjes dhe metodat e transmetimit. Tingellon teknik, apo jo, tingellon e pafajshme. Por nëse e kuptoni gjuhen e industrize, ajo thoshte një gjë të thjeshta, nuk do të këndosh me live, do të përdorim playback. Do të bëhesh një kukull e bukur ke Levis Buzet, ndërsa zeri vjen nga një kasete. Nekshmigja e pakete dhe e kuptoj me njëhere. Ajo nuk ishte naivgja. Ajo e dinte se kjo nuk ishte thjesht një kërkese teknike. Kjo ishte një përpjekje për të kthyer në produkt, për të hekur atë kë e bente të gjalle, mundin, gabimin human, natyren e zerit ke luhatet por kë per, këte arsye është real. Por kjo ishte vetëm fillimi. Klauza e dite ishte edhe me e eger. Artistja pranonte mos begje deklarata publike mbi natyren e performances se saj, dhe te mos zbulogje procese teknike të perdorura ne prodhim, me fjale të gjera, mos utuaj askujtse nuk gjeti ajoke kendonte. Gengjegji. Të mbagji gëngjështren e denesit të zgjogjne në meste në atës dhe të pjesën, nekshmigja e pakete si një forme varri. Sepse në kulturen ku ajo u rrit, e vërteta ishte shenjterore. Një artist kë gëngjen per artin e tij nuk ishte me artist. Shtëngje mashtrues. Te ajo nuk deshite gjetonte si mashtruese. Ajo deshite gjetonte si neri. Por perkete, duheshte refuzonte. Klauza e tretë ishte me personale. Artistja pranonte mos publikoje, interpretoje, apo shpërndagje material muzikor, gjashte kornizes, se këte kontrate per një periudhe prej 10 vjetësh pas përfundimit të marrëveshjes. Kjo do të thotë, nëse ti refuzon të nënshkruash,
ne do të sigurojmë që ti nuk mund të punosh askund tjetër për një dekade. Jo në studio, jo në koncerte, jo në radio, askund, do të bëhesh e padukshme. Të nëse që guximin të tuash perse, do të kwajme të veshtere, capricciose, të vjeteruar. Neksmigja leksoj që të dëndashoj që kjo nuk ishte një oferta, ishte një ultimatum. Dhe ajo duhet të zgjidhte, shpirti ose buke. Por çfarë ishte më e tmerrshme ishte klauza e 7. Artistja pranon që produkti përfundimtar i regjistrimit mund të modifikohet per shtatet ose kombinohet me materiale të tjera pa pelkimin paraprak të artistit. Në gjuhë të kartë, ne mund të marrim zerin tënd, të prerrim, të perzim me zera të tjera, të shesim si mallra, dhe ti nuk do të kesh të drejtë të protestosh. Ti do të bëhesh një kope në një makine. Neksmigja e pakete si një forme vrasje shpirtërore. Sepse zeri i saj nuk ishte thjesht një mjet, ai ishte gjithçka. Ai ishte identiteti i saj. Ai ishte mënyra se si ajo fliste me boten. Dhe tani dikush donte ta shiste atë ze kope per kope, pa i pjetu, pa i respektuar. Por kush e dërgoi këtë kontra të? Kush këndronte prapa këtyre klauzovave mizore? Emri i kompanize ishte i panjohur, Adriatica Productions. Por kur hetuesit private kontroluan këtë e merë vite me vone, gjetën se kompania ishte regjistruar në një adrese, kë nuk ekzistonte. Zira e saj ishte në një ndërtese kë ishte shembur në vitin një migje, e nën të kënd ishte të tete. Me fjalë të tjera, kompania ishte fantazme. Por në nshkrimet në fund të dokumentit nuk ishin. Ati ishin 3 emra. Njeri ishte menaksheri i saj, burri kë e tradhtoi. Tjetri ishte një prodhues i njohur, kë punonte per televizionin shtetëror. Të i treti ishte një avokat, kë me vone ube minister. Të 3 nënshkruan, të 3 dakorduan, sipas dëshmive të atyre kë ishin prane, këndrimi i tyre ishte i karte. Neze ajo nuk bindet, karriera e saj do të mbaron. Neksmigja nuk nënshkroi. Ajo mori kontraten, e mbajti në dore per 5 minuta, pastaj vendosi mbi tavoline dhe ungrit. Ne do me ishin 3 burra që pritnin për gjigjen e saj. Ata besonin se ajo do të nënshkruante. Sepse çfarë alternativ kishte? Ajo ishte një grua e vetme, pa aleat, pa para të mjaftueshme, pa fuki. Por ajo ta diçka ku ata nuk e pritnin. Ajo ta, une nuk du të gjem kukull. Une nuk du të gjetosh duke shitur kopat e shpirtit tim. Nëse kjo du të thotë që une nuk du të kendoj me, le të gjete. Por une nuk du të gëngjej, dhe nuk du të lejoj ka ju të me këtëni në një gëngjester. Heshtja kë erdhi pas ishte e randa. Njeri nga burra tu per pok të buzekeshe. Tas neksmigje, ti gjë emocionale. Mendon me zemer, jo me koke. Ki është një biznes. Nëse nuk nënshkruan, ka djetera të qera kodo. Por ajo nuk u pergjigje, ajo vetem doli. Dhe kur dera u mbyll, ajo e dinte se jeta e saj si ajo ka kishte mbaruar. Nuk do të kishte me koncerte të medha. Nuk do të kishte me dritare të radio. Nuk do të kishte me fytyra njerëzishka e duar trokisnin. Ajo kishte zgjedhur heshtjen, por ishte një heshtje me dingjitet. Dhe kjo beri ta gjithe ndryshimin. Pas asaj dite, telefoni në shtepine e saj pushoj se biruari. Kontrata fillimisht u anuluan gjë nga gjë, invitat per intervista u zduken. Edhe mi këtë filluan të largohen, jo sepse nuk e donin, por sepse frika e shtengjitese. Njerëzit nuk duan të shokerohen me ata që janë shënuar si të pakëndshëm, si problematike. Neksmigja u bë e padukshme. Por ajo nuk u pendua. Ajo shkruaj në ditarin e saj, preferoj të jem e harruar, por e ndershme, se sa e famshme, por e shitur. Fjale të thjeshta, por fjale kë kerce në gjnen gjë sistem të tëre kë jeton nga kompromiset. Por pjetja vazdon, të faren do dhime kontratem? Kush e fshehate? Pse asnjë gazetar nuk e publikoi atë kur ajo ishte ende gjalle. Pergjigja eshte e thjeshta dhe e tmerrshme, sepse ata që kontrollonin mediat ishin të ngjeshtet që e dërguan kontraten. Rëgjeti ishte i mbyllur.
dhe kur njerëgjet eshta I mbyllur, e vertëta mbyt. Por gjo perg gjithmone, sepse dokumentat kanë një mënyre të çuditshme për të shpëtuar, ato fshihen në ndryshime. Gjenderen ne arkiva të haruara, të mene fund dikush I gjen, dhe kur I gjen e vertet të shperten si një bombe, ko ka pritur dekada per të shpertjer. Sot, kopja e vetme e kontrates, kë njihet ndodhet në një arkiv privat, imbrojtur nga një familje kë I ruajti per arshike vetëm ata I dine. Ata nuk duan ta flasin, ata thone se gjane kersenuar. Por ata thana dokumenti eksiston. Të nese dikush ka goksimin të hetoje, a I mund të gëgjegje. Qeshtja eshte, a ka dikush goksimin? Nexmedia kishte një vend ku shkonte kur bota behej e padurueshme, ishte një apartament I vogël në lagjen e vjetër të Sarajeves, didhoma në katin I tretet një nderte se ke duke, si të kishte mbijetuar di luftera. Askush nuk e dinte per kete adrese, as menaksheri I saj, as gazetaret, as mik te. Vetëm Maria e dinte, por Maria nuk fliste kurre. Ati, larg kamerave dhe mikrofonave, Nexmedia jetonte një jetë tjetër. Një jetë kë nuk I përkiste ylikë publiku e adhuronte. Fkëngjet e përshkruanin sinje grua teke teke dilte rëlle, kë blinte buke ne mengjes teke u lejgj prane dritares me ore të tëra, pathene asnjë fgjale. Ata nuk e dinin se kush ishte. Ata thjesht e kwanin gruagja e vetmuar nga kati I treta. Por brenda atyre mureve, ndodhte diçka ku askush nuk e imagjinonte. Ati Nexmedia mbronte kopgjen e vetme të dokumenteve ku mund të shkaterronin ta gjithë sistemin ko e kishte torturuar. Te ati nëngje casta e rretta gjanarit një megja e nëntekind e të tëtgjëta e pese agjo mori vendimin me të rëndezishem ta gjete se saj, të shkaterroge ato dokumente, ose ti linte si testament per generatat këdu të vinin. Por si arriti Nexmedia ta blegje kete apartament pa uzbuluar? Burimi I parave eshte ende mister. Si pas regjistrave zyrtare, apartamenti u blen ne emerte një gruaje me mbi Emer Kovacevic, Emerko nuk kishte asnjë lidhje me Nexmien. Por kur hulumtuesit private e kontroluan kete Emervite me vone, zbuluan se Sofia Kovacevic ishte një grua kë kishte vdekur 3 vjet para se apartamenti të blihej. Identiteti I saj ishte vjedhur. Dikush e perdori atë per të fshehur gjurmet. Por kush? Disa thone se ishte vete Nexmedia, kë kishte lidhje të erreta me ngjires kanë gjihnin se si të lundronin ne per sistemin. Të qere thone se ishte një person që ter, dikush ka donte të mbrogje atë, dikush ka e donte në heshtje dhe ka e pagojnë gjecmim të larte per të mbajshturat e largësive të atyre ka e gjuanin. Por kush ishte ai person? Emri I tij nuk eshte në asnjë dokument, por në ditar, Nexmedia shkrojnë gjë here, ai me shpetua nga ferri, por nuk mund tathem emrin e tij, sepse nezethem du të vras. Brenda apartamentit, në një dolap të mbyllur me teleske agjo mbante në një zinxhir rreth kafes, Nexmedia mbante një kuti metalike. Kuti e vjetër, me gjurme ndryshku, këtë kur perdoregj per të ruajtur dokumente ushtarake. Brenda saj kishte 27 flete, letra, kontrata, shenime të shkruara me dorë, fotografit të ralla, të një kaset e audio. Ciduk gjenuat e kuti ishte një prove. Prove se sistemit nuk ishte thjesht indiferent ndaj saj. Ai ishte armikesor. Ai e kishte shenuar per shkaterrim, dhe ai kishte perdorur çdo mëgjet, nga shantazi, tek kërcenimi fizik, tek izolimi psikologjik. Nexmedia e dinte se nesek gjo kuti do të zbuloha e gjatte gjette se saj, a gjo nuk do të gjeton të shume me gjatte. Por a gjo deshike e vertet atë mbi gjetonte. Prandaj, në vitin 1987, a gjo shkrojnë gje leterde e la brenda kutise. Letra filon të keshtu, nese po lekson kete, do të thote se une nuk gjam me ketu. Mos ki frike. Une nuk kam vdekur nga natira, une kam vdekur nga heshtja. Por çfarë kishte ne ato dokumente ke ishte ak e rrezikshme. Ngjera nga letrat ishte një korrespondencë midis menaksherit të sajtë një zyrtarit të lartë në Ministrinë e Kulturës. Data, tetori 1979.
Sipas dokumentit ky u gjet me vone, letra ishte e shkruar me makinë shkrimi, por nënshkrimi ishte me dorë. Përmbajtja ishte e ftohtë dhe direkte. Zyrtari shkruante, artistja ishte duke u bere problem. Ajo refuzon të bashkëpunoje me format e regja të transmetimit. Ajo insiston per performanca live, që kë nuk ishte me ekonomikisht e këndrueshme, të kë krijon precedent per të gjeret. Që lutemi vlerësoni opsionet per riorganizim. Fjala riorganizim tingalon të teknike, por kuptimi ishte i karte. Duteto të gjeni një mënyra per ta hekur nga skena. Temen aksheri, burri kë supozohej të mbroja nekshmigjen, tuhet se kishte shkruar per gjigjen e tije në fund të fakes, dakord. Du të filloj me fazën e dytë. Faza e dytë, çfarë ishte ajo? Në shenimet e gjera, nekshmigja e kishte perkufizuar atësi, periudha kur filluan të me sabotonim. Koncertet anulloheshin në minutën e fundit pa shpjegim. Pa gjithjet teknike prishen që ditëshem në qëdo shfaqgje. Mikrofoni nuk funksiononte. Dritat fikeshin pa pritur. Një herë, në mes të një koncerti në Shkup, gjithë sistemi elektrik u shkeput per 15 minuta, saktësisht në momentin kur ajo filloi të këndonte pjesën me të rëndësishme. Publiku mendoi se ishte aksident. Por nekshmigja e dinte me mire. Ajo e dinte se çdo gjë ishte e planifikuar. Dhe çdo deshtim i amveshen asaj, gazetat shkruanin, illi në rrenje. Organizatoret tonin, ajo nuk ishte me profesionale. Fansa filluan të dishonin. Dhe gjithçka ishte e orkestruar nga burrake vullosnin dokumente, të këpinin kafe ne zirat e ngrohta ndërsa e shikonin karrieren e saq duke u shkatëruar kope per kope. Nxedita ishte fundi e marsit një migje e nëntëkind e të tedhjeta e një, nekshmigja hyri në apartamentin e saj në Sarajeve dhe e gjeti deren e hapur. Ajo ishte e sigurt se e kishte mbyllur. Brenda, gjithçka dukej normale, por diçka nuk ishte në rregull. Një ere kë nuk i perkiste apartamentit. Duhani i sigarës. Ajo nuk pinde. Dhe askush tjetër nuk kishte këneti. Zemra filloi të rrahte shpejt. Ajo kontrolloi dollap. Kuti ishte ende ati. Por kur e hapi, vurire diçka të çuditshme. Fletet nuk ishin saktësisht ashtu siç i kishte lënë. Dikush i kishte prekur, dikush i kishte leksuar, dhe pastaj i kishte vendosur perseri, por jo mjaftueshëm me kujdes. Nekshmigja e kuptoi menjëherë. Ata dinin se ajo mbante prova, dhe tani pjetja ishte që do të benin per ti marre. Por kush kishte hyre, si e gjetën adresen, nekshmigja nuk e raportoi asnjëherë këtë incident, ajo e dinte se policia nuk do të ndihmonte. Në atë kohë, policia nuk ishte e pavarur. Ajo ishte një dege e sistemit. Dhe sistemi ishte ajko e gjuante. Prandaj, ajo mori një vendim, ajo e ndau kutine në di pjese. Gjysmen e dokumenteve i fshehnë në gjevend qëter, në shtepine e marise, pa e pjetur marine. Ajo thjesht e lan gjezarf të vogel në raftin e lartë të ngjedo lapit e vjeter në shtepine e marise, kur e vizituaj një dite për darke. Maria nuk e dinte asgjë deri në vitin 2009, kur pastroi dolap per herë të pare pas dekadash, kur e gjeti zarfin, fillimisht mendoi se ishte gabim. Por kur e hapi dhe pa përmbajtjen, ajo u frikësua akshume sa e fshehu per seri dhe nuk e hapi per dgjetev të gjera. Por çfarë ishte me të mërshme në ato dokumente nuk ishte përmbajtja. Ishte skema. Ishte fakti se gjithçka ishte planifikuar. Se kishte një organizim, një strukture të fshehte kë vendoste se kush këndonte, kush pushonte, kush fitonte, kush hambisite. Të nekshmigja nuk ishte e vetmja viktime. Kishte emrate gjere. Artistët e gjere kë kishin dashtur të mbetnin të ndërshëm të kë ishin deshkuar per kete. Disa ishin detyruar të iknin nga vendi. Disa kishin përfunduar në spitale psikiatrike, jo sepse ishin të çmendur, por sepse refuzuan të bindeshin. Dhe disa të thjesht ishin zdukur nga sytë e publikut pa shpjegim. Historia zyrtare thoshte, ata zgjodhen të tërhikeshin, por dokumentat thoshin, ata u detiruan. Dhe detyrimi u be permes metodash që askush nuk gukson të ti emertonte me zete e larte.
A kishte Nekshmigja frikë? Sigurisht. Ajo shkroi në ditarin e saj. Çdonate, para se tefle, kontrolloi diert 3 herë. Kontrolloi dritaret. Pastaj kontrolloi nëse dikush ishte fshehur në kuzhinë pas perdeve brenda tualet. Nuk jam e çmendur. Jam vetëm realiste, sepse unë di se ata vijnë. Gjo sot, gjo nesër. Por një dita, ata do të vajnë. Dhe kur të vajnë, unë dua të jem gati. Dua të mos me gjejnë duke kare, dua të me gjejnë në kembe. Këto fjalë nuk janë shkruar nga një paranoike. Ato janë shkruar nga një grua që jeton në terrorizëm të vazhdueshëm. Të terrorizmi nuk vjen vetëm nga dhuna fizike. Ai vjen nga siguria se ti nuk ke kujt ti ankohesh, se sistemi ku duhet të mbroje është i njëjti ku të godet. Por pjeqja që mbetet ishte, çfarë do të ndodhte nëse ajo do të publikonte ato dokumente? A do të ndryshonte diçka, apo do të ishte vetëm një skandal i vogël që do të mbulohej shpejt nga historia e radhës? Nekshmigja duket se e di për gjigjen. Ajo shkroe. Nuk ka kuptim të luftosh kundër një makinë ku ka migjera pjesi. Ti mund të thesh një dhemb, por makina vazhdon të rrotullohet. Ajo do të përpigje dhe do të vazhdogje. E vetëm gjë që mund të bësh është të mos u bësh pjesë e saj. Të refuzosh. Të pranosh çmimin e refuzimit. Ki është çmimi që ajo pagoe. Të ishte i shtrenjtë. Sot apartamenti në Sarajeve nuk ekziston më. Ndër të sa u shembë në vitin 1993 gjatë luftës. Por kuti këmbante të vërtetat me të renda, u gjetë në vitin 2017 në një arkiv privat në Prishtine. Si arriti ati? Dokumentet tregojnë se Maria e mori atë nga apartamenti vetëm gjave para se ndërtësa të goditet nga artilleria. Ajo e fshehu për vite, e frikësuar se çfarë përmbajt që mbante. Vetëm kur lufta mbaroi dhe Nekshmigja vdik, Maria vendosi të çonte në Prishtine, në duart e një arkivistit të besueshëm që premtoi ta mbante të fshehte derisa të vinte koha e duhur. Dhe tani, kjo kuti është burimi i gjithçka që po zbulojmë. Është burimi i skandalit. Është burimi i të vërtetës. Dhe është arshegja pse historia e Nekshmigje Pagarushës nuk është thjesht një histori e një artist të mrekullueshme. Është një histori e një lufte të heshtur që ajo luftoi kundër një sistemi që donte ta shndërronte në send. 3 muaj para koncertit të fundit në Sarajeve. Koncertit që do të mbyllte karriera e saj zyrtare në vitin 1984, telefoni i shtëpisë së Nekshmigje Pagarushës filloi të bjerë në oret e çuditshme. Ora 3 e mëngjesit. Ora 4. Here, ora 5. Çdo herë që ajo e ngrinte, ishte heshtje në anën tjetër, jo zhurme, jo frymëmarrje, vetëm një heshtje e trashe, e këllimshme. Ajo e dinte se dikush ishte ati, dikush që donte që ajo të dinte në të shikojme, në dime e kugje. Ajo nuk e raportoi kete, se çfarë do të thoshte, policia do të pjeste, a kërcenoi dikush? Ata diçka? Jo, atëherë çfarë problemi keni? Por Nekshmigja e dinte se heshtja mund të jetë me kërcenuese se çdo gjale. Sepse heshtjale imagjinatën të punogje, dhe imagjinata në një person që jeton në presion mund të bëhet torture e vërtetë. Por kjo nuk ishte gjitha. Një ditë, ishte mesi i gushtit 1983, Nekshmigja hiri në një dikan të vogël për të blerë buke. Pronari e shikoi me një shprehje të çuditshme. Ai nuk buzekeshi si zakonisht. Ai vetëm i dha bukën, mori para te, të tha meze të ulet. Zonja, kini kujdes. Kanjerez ke pjesin pergju. Nekshmigja ngriti kokën. Pjeti, çfarë njerezish? Pronari u lisita. Nuk dua të di. Por ata nuk tukeshin si fansa. Pas të gjuk tjedhe u largua nga Banakogja. Nekshmigja mbeti e ngrire. Çfarë do të thotë? Nuk tukeshin si fansa? Kush ishin? Çfarë donin? Ajo filloi të verëgje gjëra të vogla? Gjë makina e ngjajshte ku këndronte e parkuar përballë shtëpisë, se sa për ditë të atëra. Një burre me palto të zeze që shfaqej në çdo koshe ku ajo shkonte. Gjoprane.
Vetëm mjaftueshem afer kohët të gjeta I dukshëm, nek shmigja nuk e pjeti kurre drejt per drejt. Ajo e dinte se nese e bente, ai do te mohonte. Ose me kek, do te sulmonte. Prandaj, ajo meso të gjetonte me kete nxengjet e vazhdueshme se dikush po e nxek, se qdo levizje e saj po regjistrohet. Se qdo vend ku shkon po shenohet në nxje liste diku, në nxje cire ta erret, nga dikush ke nuk e nxje, por kë e ka fukin e tashkat e rogje. Nxje nate, ajo u zgjua nga njëz hurme. Njëz hurme e lehta, sikur dikush po prekqe dorezen e deres. Ajo mori freme dhe mbeti pa levizur, që do muskull I saj ishte ingurta. Ajo ndeg gjoj. Hapat. Gjo të karte, por të mjaftueshëm per të degjuar. Dikush ishte gjashta, të pastaj, asge, heshqe. Nek shmigja këndroj zgjuar deri në mengjes. Ne agim, kur drita filoj të dhe perton të ne per perdet, ajo u ngrit dhe shkoj të dera. Hapin gadale. Gjashta nuk kishte askend. Por në toke kishte diçka. Ngjellet ere palosur, pa zarf, pa emer, vetëm një kope letre e barde, e palosur në kater. Nek shmigja e mori dhe e hapi me duar ke dridheshin. Brenda, shkruante vetëm një fjali, heshti eshte mbrojtja me e mire. Mos e harro. Ajo e dogji letren me ngjehere, por fjalet mbeten në mendje si një gjegjie. Ajo e kuptoi mesazhin. Nëse do të vazhdonte të refuzonte, nëse do të vazhdonte të fliste, do të ndikeshin masa. Cilat masa? Ajo nuk e dinte, por frika e pangjohur ishte me e kekja. Sepse kur nuk e di se çfarë po vjen, imagjinat të mbush bosh leket me gjeret me të kekigja. Të nek shmigja kishte ngjaj imagjinat të zhvilluar nga vitet e gjetes në një bote ku njerëzit zduken pa shpjegim. Por nga vinte kjo letër, kush e shkroje? Kush e vendosi ati në mes tanatës? Disa tone se ishte me nakseri I saj, duke u perpjekur ta frikeson të në heshqe. Të qere tone se ishte dikush gjether, dikush me lartë në zingshir, dikush ke kishte akses në mënyra me sofistikuar intimidimi, por çfare duke të gjete, efekti ishte I ngjajste. Nek shmigja nuk ndihet me e sigurt në shtepin e saj. Ajo nuk ndigjes me e sigurt askund. Ajo gjetui me nxë frikët e vazhdueshme kësto ditte mund të gjete e fundit ku ajo ende kontrolon gjeten e saj, por ajo nuk iku, ajo nuk u dorezua. Në vend të ke saj, ajo filoi të shkruante. Shkruante shto dita, non që ditar kombante të fshehur nën plakat e dishemeze se domes se gjumit. Shkruante emra, data, incidente. Shkruante qdo detaj të vogel ke mund të dëshmonte se qfare po indotte. Sepse ajo e dinte se një dita, dikush do të donte të dinte. Dikush do të pjeste, qfare ndodhi me nek shmigjen, te ajo donte ke pergjigja të ishte e karte. Gjo spekulime, gjo legjenda. Por faktet e shkruara me dorën e saj, me fjalet e saj, me friken e saj të përgjetuar. Të sot, ato ditare ekzistojnë, disa prej tyre gjane gjetur, disa gjane ende të fshehura. Por ato ka gjane gjetur gjane mjaftueshëm për të kuptuar se çfarë gjetui ajo. Mjaftueshëm për të kuptuar se çmimi I integritetit në një sistem që kërkon bindje të plotë ishta I lartë. Të nek shmigja e pagoi atë çmim, gjo me gjeten e saj, gjo ende, por me paken e saj, me shendetin e saj mendor, me aftesin e saj për të besuar ndonjë ngjeri. Ajo u bë një grua e izoluar, e frikesuar, e lodhur, por edhe ne atë gjendje, ajo mbante dingjitetin, ajo nuk u dar pergjig, të perkete ne duhet ta kuqtojme. Ishte nëntorin gjemi gje e nëntekind e të gjeta e 3, muaj per para koncertit që do të mbylte karrieren e saj publike. Nek shmigja po ekte në një rrugë të vogël pranë shtëpisës së saj kur një makine u ndal pranë saj. Një makine e zeze, pa targa të dukshme, dritagja u ull ngadale. Brenda kishte një burre. Fytyra e tij nuk ishte e njohur për të. Ai nuk buzekeshi. Ai thjesht e shikoi për disa sekonda, pastaj tha: "Zonja Pagarusha, ka dikush që dëshiron të flase me ju?" Nek shmigja ngjeu zemren duke rrahur. Ajo pjet, kush? Burri nuk u pergjigj. Vetëm tha angjituni. Nek shmigja nuk u ngrit. Ajo tha, une nuk njohju. Burri u pergjigj, por ne ju njohim.
dhe gju duhet të vini. Tani, nek shmigja refuzoi. Ajo u kthie dhe filloi të ekte shpejt drejt shtapise. Makina e ndoki ngadale. Nuk ngësitoe. Thjesht e ndoki, si nje kafsheke nuk ka nevogje të ngësitogje sepse e di se gjahu nuk ka ku të shpetogje. Nek shmigja filloi të evrapogje. Zemra i dilte nga gjoksi. Kur arriti te dera e shtapise, e hapi me duar ke dridheshin dhe hiri brenda. Mbilli deren brapa sa gjde kendrua me shpine të mbeshtitur nëte, duke marre frime të helle. Makina kendrua 6-5 minuta. Pas ta gju largua. Por mesagji ishte i karte. Ata mund të mernin kur të doni. Ajo nuk kishte kontrol. Pas ati incidenti, nek shmigja nuk doli nga shtepja per dijave, ajo gjetua me provizione kë kishte në shtepi. Ajo nuk hapi deren per askend. Ajo nuk pergjigjaj në telefon. Ajo thjesht kendroi e mbillur brenda, duke shikuar ne per dritare, duke pritur. Por çfare priste? Nuk e dinte. Vetem dinte se diçka po vinte. Te kur erdi? Nuk erdi me dhune. Erdi me ngjelet erqeter. Kjo here, letra ishte me e gjate. Te kjo here, mesazhi ishte me i karte. Letra thoshte, ju keni zgjedhur rrugën e veshtire. Ne respektoj me kete. Por duhet të kuptoni se zgjedhja ka pasogja. Pasogjat nuk gjane vetem per gju. Ato gjane edhe per ata ke gjudoni. Per familjen tuaj. Per mikte tuaj. Per të gjithhe ata ke gjane afergjush. Ne nuk duam të arrijme deri atje. Por nese gju vazdoni, du të gjemi ta detiruar. Nek shmigja leksoj ketet e ngjeu diçka ke nuk e kishte ngjere as një here me pare. Një logj frike ke nuk ishte vetem per vetën e saj. Ishte frike per të tjeret. Ajo e dinte se kishte njerez ke i donte. Kishte një moter. Kishte mikte e vjetër. Dhe ajo nuk donte ke ata të vuanin per shkak të zgjedhjeve të saj. Prandaj, ajo mori një vendim. Ajo do të heshte. Jo sepse e pranoi ke ata ishin të drejta. Por sepse dinte se lufta ishte e hambur. Ajo nuk kishte aleate. Nuk kishte fuki. Nuk kishte para. Dhe me e renda si shmgja, ajo nuk kishte kohe. Ajo ishte e lodhur. E lodhur nga frika. E lodhur nga izolimi. E lodhur nga ngjengja se çdo ditë mund të ishte e fundit. Prandaj, ajo zgjodhi të gjetugje në hishtëgje. Jo nga zgjedhje, por nga mungese zgjedhje. Të ne djetur të ativiti. Ajo dha miratimin e saj të heshtur per koncertin final në Sarajeve, koncertin ku do të mbilte per gjithmone zerin kë kishin dashur ta shtypin. Por heshtja nuk ishte e ngjeshte me dorezimin. Sepse edhe në heshtje, nek shmigja vazdoj të shkruante. Vazdoj të dokumentogje. Vazdoj të mbante provene gjalle. Dhe ajo lan gjë mesazh të fundit në fund të ditarit të saj të fundit. Mesazhi thoshte, nëse dikush po lekson kete, do të thote se unë kam hambur betejën, por betejja nuk ishte per mua. Ishte per të gjithë ata ke vajën e pas. Per të gjithë ata ke do të perbalen me të njëjtin sistem, te unë dua ke ata të dine, nuk gjeni vetem. Kjo ke gju po pergjetoni ka ndodhur me pare. Te du të ndodhë perseri, por që do here kë dikush shkruan të avertetan, që do here kë dikush e dokumenton, sistemi do besohet. Te ngjë dita, a i du të bjere. Gjo sot. Por ngjë dita, kjo është mesazhi kë nek shmigja la pas. Te sot, ne e leksoj me atë mesazh. Ne e dëgjoj me zerin e saj. Të ne e dime se ajo nuk ishte thjesht një viktime. Ajo ishte një luftetare. Një luftetare kë luftuaj me armet e veta, me të vërtetën, me fjalet, me kujdesen. Te edhepse ajo hambi ne atë kohë. Historia du të mbagje emrin e saj të gjale, sepse eshte gjoke ndodh me ata kë zgjedhin integritetin më bim bigjetësen. Ata hamben ne të tashmen, por fitojnë ne të ardhmen. Të he ardëm gja po vgjen. Por pjeqa ka mbetet, cfare du të ndodh të nese, nek shmigja du të kishte zgjedhur ndryshe. Nese du të kishte nënshkruar kontratën, nese du të kishte pranuar playbackun dhe kompromisit, a du të ishte me e lumtur, a du të kishte gjetuar me gjate, a du të kishte pasur me shumë sukses, ndoshta, por a du të kishte pasur vetën. A du të mund të shikonte ne paskire dhe të ngjihte gruan këshehte. Gjo është pjetja ke qëdo artist duhet të begje. Të nek shmigja e beria të pjetje. Të ajo zgjodhi të mbetet vetëm. Edhe nëse gjo do të thoshte të hambiste qdo gjet gjeter.
Edhene se gjo do të thoshte ke zeri I saq do të heshte perg gjithmone në skenen kë dikur e adhuronte, sepse disa betegja nuk fitohen me triumf publik, ato fitohen me nderin e ruajtur, të nek shmigja e ruajtin derin e fund. Per heret te pare pas 25 vjetesh, gruagja këtë gjithë e kwanin, a gjo tjetra u ull per para kameres. Emri I saj ishte Jovanka Milic. A gjo nuk ishte artistja, ajo nuk ishte ili. A gjo ishte gruagja ke supozohejte kishte shkateruar martësen, e nek shmigje pagarushes, si pas ta shethemeve ke u perhapen ne fund te viteve të të dgjette, por sot per here të pare Jovanka flet. Te verzioni I saj I asaj nata kur nek shmigja u gjet duke kare, në një dome hoteli në Beograd, shkateron krejtësisht legenden kohëte gjithë e besonin. Jovanka thote me ze ko dridhet, une nuk isha armikja e saj. Une isha e vetmja ko u perpoka ta shpetogja. Por ata me bene fajtore. Te per 25 vjet, une mbaqta heshqen sepse kisha frike. Frike se do te me ndodh te mua, a gjoke I ndodhi asaj. Jovanka ishte 29 vjeç kur takoi nek shmigjem. Ishte viti 1980 edi. Ajo punonte si sekretare në një studio regjistrimi në Beograd, studio ku e perdorej nga artistet me të medhenjte asaj kohe. Të tira e saj ishte të organizonte oraret, të pranonte telefonat, të siguronte ke gjithçka të ishte gati per sesionet, një pune e thjeshta, një gjete e këte. Por një dite, menaksheri I nek shmigje pagarushes erti në studio me një kërkese të pazakonte. A I donte ke Jovanka të shkonte me ta në një turne, jo si sekretare, por si shokeruese personale e nek shmigje. Jovanka pjetit pse une, a ju pergjigj sepse ti nuk flet shume, dhe a gjo ka nevoje per dike kë nuk flet, Jovanka pranoi. A gjo kishte nevoje per para, tek gjo dukej si një mundesi e mire. Por ke nga dita e pare, a gjo kuptoi se diçka nuk ishte në rregull, nek shmigja nuk fliste me te. Nek shmigja mezi e shikonte. Te kur fliste zeri I saj ishte I lodhur, jo vetëm fizikisht, por shpirterisht. Jovanka përshkruan një moment kë e tronditi, ishte nata e pare e turnese. Nek shmigja hyri në domen e hotelit dhe u ull në skagjin e shtratit. A gjo nuk I hoki robat, a gjo nuk e ndezi driten, a gjo vetëm këndroa e agje, në erresire, per ore të tëra. Jovanka kë flinte në domen në ngjitur, edhe gjoj duke psheretjer, por nuk goksoj të atrokesto, sepse kishte diçka ne atë psheretime kë thoshte, mos me prek. Unë po përpikem të mbijetoj, një gjave me vone, Jovanka e gjeti nek shmigjen në koridor të hotelit në oren 4 të mëngjesit. A gjo ekte larte poshta me kemi shënate e zbathur. Jovanka ju afrua dhe pjeti, a gjeni mire, nek shmigja nuk o pergjigj mëngjehere. A gjo vetëm vazhdoj të ekte. Te pasta, papritur, undaldhe ta, a e di se qfare në gjengje ka kur nuk mund të flasesh. Kur ke fjale brenda, por nuk mund ti nëksgjerresh dot. Sepse nese I nëksgjer, dikush do të demtohet, gjo vetëm une. Por njerëzit këdua, Jovanka nuk dinte qfare të thoshte, a gjo vetëm e mori doren e nek shmigje dhe e soj per seri në dhome. Por ka nga a gjo nate, a gjo filloj të kuptonte. Nek shmigja nuk ishte thjesht një grua në stres, a gjo ishte një grua kë mbante një sekretke e digjte nga brenda. Por qfare sekreti? Jovanka nuk e dinte ende. Por dijave me vone, a gjo e mezoj, ishte nata e pezembedje të e turnese. Nek shmigja duhej të këndonte në nje salle të madhene Novi Sad. Por një ore para shfaqjes, a gjo u rezua në garderobe. Jovanka ishte ati. A gjo pasesi nek shmigjara në gjungje dhe filloj të vjelle. Gjo u shkim. Vetëm leng të hidhur, të verd. Doktori u tir me njëhere. Por me nakserita. Jo, nuk ka nevoje per doktor. A gjo vetëm eshte nervoz. Gjepi u gjedhele të pushogje 5 minuta. Jovanka protestoj. A gjo nuk eshte nervozizem, kjo eshte diçka serioze. Por me nakseri e shikoj me nje shprehgje kë e beri të heshta. Ajta ftigje ketu per të ndihmuar, gjo per të vendusur. Bajgj atë kë të thuhet.
5 minuta me vone, Nekshmigja u ngrit. Ajo u la të pastrohe, ajo u vish. Te ajo doli në skene, Jovanka shikoi nga pas perdet e pa diçka që nuk do ta harronte kurre. Nekshmigja kendonte, por zeri i saj dridhaj. Jo nga emocioni artistik, por nga dhimbja. Te mes këngjes, ajo ndali për një moment. Vetëm për një sekondja. Ajo mbylli syta. Te Jovanka pas e silotet filluan të rjedhin, por askush tjetër nuk e pa, sepse drita ishte e forte. Dhe publiku shikonte vetëm illin, që gruan ke vuante pas maskes. Pas koncertit, Jovanka e gjeti Nekshmigjen ullur në një koshet e garderobes, duke mbashtur një shishe me pilula në dore. Ajo pjeti, çfarë gjane keto? Nekshmigja u pergjigj, mikta e mi të vetëm. Ata me mbajnën e kembe kur trupi deshiron të bia. Jovanka mori shishen të i leksoi etiketen, ishin barera të forta dhimbje, barera ke nuk duhejgjte me reshin pa reset e mgjeku. Ajo pjeti, kush gjua gjep keto. Nekshmigja u pergjigj, njerëzit ko duan ke une të vazdojgj të këndojgj. Njerëzit ko nuk u intereson nesevdes, por u intereson ke tavdes pasi ta kem baruar koncertin. Kjo ishte momenti kur Jovanka kuptoi se Nekshmigja nuk ishte thjesht një artistja në presium. Ajo ishte një grua ke po shfritezohej deri në vdekje. Te ata ke shfritezonin nuk ishin të huaj, ishin njerëz ke njihnin, njerëz ke ishin prane saj çrodite. Njerëz ke buzekeshnin per para kamerave dhe ke helmonin pas djerve të mbillura. Jovanka vendosi të bëjë diçka. Ajo shkoi të menakshërit dhe i tha, ajo ka nevojë per pushim. Nese vazdoni keshtu, ajo do të vdese. Menakshëri buzekeshi. A i tha, ti gje ere. Ti nuk kupton si funksionon kjo bote. Nekshmigja nuk ka nevoje per pushim. Ajo ka nevoje per disipline. Tene po ja gjapim ate. Jovanka nuk donte të besonte se njerëzit mund të ishin akte pa me shirshim. Por didite me vone, ajo pa provem. Ishte nata kur Nekshmigja u gjet duke kare në dhomen e hotelit, nata ke me vone u be legjende e shtremberuar. Si pas legjendës, Nekshmigja kante sepse kishte zbuluar se bashkëshorti i saj e tradhtonte me Jovanke. Por kjo ishte gënjeshtër. E vërteta ishte kjo, Nekshmigja kante sepse sapo kishte marrë një telefon nga shtëpia. Motra e saj kishte pasur një aksident, te ajo nuk lëgjohej tek të he. Menakseri i tha, nese largohet tani, kontrata prishet. Te nese kontrata prishet, ajo nuk do te marrë asnjë sent. Nekshmigja lypte. Ajo thoshte, vetëm një dite. Lër me të shkoj vetëm një dite. Por ai refuzoi. Te ajo mbeti. Ajo mbeti dhe vazdoi të këndon të ndërsa motra e saj vuante vetëm. Kur Jovanka e mesoi kete, ajo u tmerrua. Ajo shkoi te Nekshmigja dhe i tha, une do të flas. Une do t'i jatem gazetareve. Nuk mund të trajtojnë kështu. Por Nekshmigja e kapi per krahe dhe i tha me zete ulet. Mos, nese flet do të bajne ti fajtore. Do të thone se ti po shpif. Do të thone se ti po perpike shte me demtosh. Te pastaj do të shkaterrojne, mos e bej, vetëm kendro prane meje. Kjo ishte e vetmja gje ke mund të besh. Jovanka deshi të protestonte. Por ajo pa friken ne si të e Nekshmigje. Te ajo kuptoi se kjo nuk ishte thjesht frike nga humbja e karrieres. Ishte frike nga diçka me e telle, frike nga një sistem që kishte fuki të shkaterronte jo vetëm karrieren, por edhe gjetten, prandaj Jovanka heshti. Por ajo mbajti kuqtesen, te sot ajo flet. Ajo thote, une nuk isha ajo ke i tradhtoi Nekshmigjen. Une isha ajo ke u per poka të mbrojsta. Por ata ka e tradhtuan kishin fuki të shtremberonin historine. Të per 25 vjet, historia e shtremberuar gjetua, por tani e verte të del, por çfarë ndodhi me Jovanken pas asaj nate. Ajo u largua nga turneja 3 dite me vone. Ajo nuk tha shpjegime. Ajo thjesht u zduk, dhe per vite askush nuk e pa. Disa thane se ajo ishte paguar per të heshtur, të gjere thane se ajo kishte frike. Por e vërteta ishte me e thjeshta dhe me e trishta. Jovanka thjesht nuk mund të shikonte me. Ajo nuk mund të ishte dëshmitare e tortures se vazhdueshme të mos bente asgjë. Prandaj, ajo zgjodhi të ike. Dhe per 25 vjet, ajo gjetua me fagjesine kë nuk beri me shume.
Sot, Jovanka eshte 60 vjet. Ajo jeton në një qytet të vogël gjashtë serbise. Ajo punon si mesuese. Ajo ka një jetë të thjeshta, por ajo nuk ka harruar. Ajo thota, çdo dita mendoj për atë grua. Çdo ditë pjesh veten, çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kisha qenë më e guksimshme, nëse do të kisha folur pavarësisht frikës, a do të kishte ndryshuar diçka, apo vetëm do të kishim qenë di viktima në vend tanja. Nuk e di, por ajo ka e di është kjo. Nek shmigja nuk ishte e vetme nevojgjet e sej. Ajo kishte njerëz që donin të ndihmonin, por sistemi ishte aq i forte sa edhe dashuria nuk mjaftonte. Ata thone se kishte pasur briljante. Thone se kishte pasur llogari në bankat e huaxha. Thone se në kulmin e fames, nek shmigja pagarusha fitonte aq shumë sa mund të blinte di apartamente çdovit. Por kur ajo vdik, në një shtrat spitalit e ftohtë, e rrethuar nga muret e bardha dhe heshqe, llogarit ishin bosh, apartamentet ishin shitur. Të briljante, askush nuk i gjeti. Velezerit e saj, njerëzit ka prisnin të trashegonin pjesën e madhe, gjetën vetëm një kuti metalike me letra të verdha të një gote të tërë. Kjo është historia që e gjithë bota e di. Por historia e vërtetë është shumë më e errët. Sipas disa burimeve, para të nuk u zhduken vete. Thuhet se u vjedhan. Te vjedha, nëse ndodhi, nuk ndodhi pas vdekjes së saj. Ajo ndodhi ndërsa ajo ishte ende gjalle, te ajo e dinte. Le të kthehemi në vitin 1980. Nek shmigja ishte në kulmin e karrierës. Koncertet ishin të mbushura plot. Kontrata vinin nga të gjitha anet e ish Jugoslavise. Ajo fitonte para. Gjonje forme. Por para reale. Para ke mund të prekeshin, të numeroheshin, të ruheshin, ajo i besoj ato para menakshërit të saj, burrit që suppozohej të mbrogje, burrit që kishte qelesat e llogarive të saj, burrit që nënshkruante kontrata në emër të saj. Ajo nuk kontrollonte asgjë, ajo nuk pjeste, ajo besonte. Dhe kjo besim ishte gabimi më i madh i jetës së saj. Në fund të vitit 1980, nek shmigja vendosi të blinte një shtëpi të re. Ajo donte një vend të kete, larg zurmes, larg njerëzvi, larg skenave. Ajo shkoi në banke për të tërhekur parate. Kur doli nga banka, fytyra e saj ishte e bardhë si Debora. Maria, kue ishte me të atë dita, pyeti çfarë ndodhi? Nek shmigja nuk u përgjigj mendje herë. Ajo vetëm u likoken të ta, nuk ka asgjë. Llogaria është bosh. Maria pyeti, si mund të jetë bosh? Ti ke punuar 20 vjet. Nek shmigja u përgjigj me një buzëkeshje të hidhur, kam punuar, por dikush tjetër kam bledhur, ajo shkoi mendje herë te menaksheri. Kërkoi shpjegime. Ai buzëkeshi. Ai tha, nek shmigje ti nuk kupton financat. Ka pasur shpenzime. Ka pasur taksa. Ka pasur investime kue nuk shkuan mire. Nek shmigja insistoi, çfarë shpenzimesh? Çfarë investimesh? Ai ube i ftohte. E tha, nëse nuk me beson, shkojme të gjikate. Por të paralajmeroj, nëse shkon të gjikata, do të zbulosh gjera ko nuk dëshiron të dish. Gjera ke do të turperojne. Nek shmigja nuk shkoj të gjikata, ajo kuptoi se kërcenimi nuk ishte bosh. Ajo e dinte se ai kishte dokumente. Dokumente që mund t'i përdorte kundër saj. Dokumente që mund ta benin të eduket si fajture, edhe nëse ishte viktime. Por ku shkuan para te? Disa vite me vone, sipas një hulumtimi gazetaresk, u zbulua se menaksheri kishte blere një vile luksoze në Bregdet në vitin 1981. Pohohej se çmimi përputhej me shumen që mungonte nga llogaria e nek shmigje. Por kur gazetari e pyeti, menaksheri tha, kjo vile është blere me parate e mia. Unë kam punuar gjithë gjëtan. Gazetari pyeti, ku janë dokumentat që provojnë burimin e parave, menaksheri nuk u përgjigj. Dhe përsëri asgjë nuk ndodhi, sepse sistemi që duhej ta hetonte ishte i njëjti sistem që e mbrojti, por ki nuk ishte personi i vetëm që vodhi prej saj. Kishte të tjere. Kishte një avokat që mori komisione per kontrata që kurre nuk u nënshkruan,
kishte një prodhueske e përdori emrin Esaj për të marrë hua nga banka, hua ke kurre nuk u kthien. Kishte një mik kë e puti ne fakët qëdo herë kë të koheshin, ko vodhi bijuterita Esaj dhe ishiti ne tregtezi. Nek shmigja e dinte për të gjitha këto. Ajo e dinte se po vjedhet. Por çfarë mund të bente? Ajo nuk kishte prova. Ajo nuk kishte fuki. Ajo nuk kishte dike kë të këndronte për krasaj. Një dite, ishte me si ishtatorit një migja e në tekind e të gjete e tre. Nek shmigja shkoj të një avokat i pavarur. Ajo donte të ngregje padi. Avokati e deggjoj me vemendje. Pastaj i tha, zonja pagarusha, unë respektoj guksimin tuaj. Por duhet të dini se nese nisni kete betëgje, du te humbasni. Jo sepse nuk keni te drejta, por sepse ata kane lidhje, ata kane para, ata kane njerez ne vende kyqe, të gjugjeni vetem. Nek shmigja pjeti, pra qfare me keshiloni, avokati u perg gjigj, harrogi para te, gjepi me shume vlerejë të suaj, sepse nese vazhdoni, ju nuk du te hambisni vetem para te. Ju do te hambisni gjithçka. Nek shmigja e dinte se ai kishte të drejta. Ajo e la betëgjen. Por ajo nuk harroe. Ne ditarin e saq. Ajo shkroe. Një dita, dikush do të pjese ku shkuan para te e mia. Dhe kur të pjesën, do të gjesh në emra. Do të gjejne fakte. Do të gjejne gjurme. Dhe pastaj të gjithë do të dine se une nuk jetova si mbretëreshe, si që thone. Une gjetova si skalav ke punoj per pronaret këshiten e ndrat e mia dhe kam bajtnin fitimin. Sot, nese kerkoni logarit e bankare të nek shmigje pagarushes, du të gjeni vetem njerën. Një logari e vogel me pak kindra marka. Kjo ishte gjithçka këja gjopatin e ditet e fundit. Ndërsa ata kesi pas tashetemeve e vjedin gjetonin në vila, pisnin shampanji, dhe feste sukses kë ndërtua më mbi kurrizin e saq, disa prej tyre gjane ende gjale. Disa prej tyre gjane ende te pasur, dhe disa prej tyre ende gëngjejne kur pjetën, ku shkuan parate, por historia e tyre po zbulohet nga dale, kope pas kope, deshmi pas deshmie, të ngjedite, emrat e tire do te dalin nedrite, gjosi hero, por si hashdute ke grabitën nga nje grua ke nuk kishte forse te luftonte, ishte me si i djeturit një migje e nën të kind e të tedgjete e kater. Nek shmigja ishte ullur në një studio regjistrimi në Beograd. Per para saj, një makina e re, makina koje prodhuesi e quante mrekullia e teknologjise. A i tha, këgjo du të të baje zërin edhe me të bukur, du të heke gabimet, du të të baje të persosur. Nek shmigja e shikoj makinën me dishim. A gjo pjeti, po qfare ben caktesisht. Prodhuesi buzekeshi. A i tha, ti kendon një here. Ne e regjistrojme, te pastaj ne koncerte, ti vetem hapgogjen. Makina kendon per ty. Nek shmigja ngriti koken. Ajo tha me zeta kete por të prere, kjo nuk eshte zërim. Kjo eshte makine. Prodhuesi u pergjigj, por askush nuk do të dalloja. Te du të gjete me mire. Pa gabime. Pa lodje. Pa problem. Nek shmigja u ngrit nga karrigia. Ajo tham, une nuk kam ardhur ketu per të kene makine. Une kam ardhur ketu per takën e njeri, prodhuesi u besirjoc. Ajta, nek shmigje, kjo eshta e ardëmgja. Te gjithë po e perdurin. Nëse ti nuk e pranon, du të mbetesh prapa. A gjo u pergjigj, atë here lë të mbete prapa. Por nuk do të gëngjegj publikun. Prodhuesi thirri me naksherin. Ajta, foli me te. Bagje ta kuptoja. Me naksheri hiri ne studio. A ju ulprana nek shmigje dhe thameze të bute, nek shmigje ti je e lodhur. Ti ke punuar shume. Kjo makine do tete ndihmogja. Do tete marre ngarkësen nga shpatulat, nek shmigja e shikoj nese. A gjota, apo do të me marre shpirtin? Sepse nese une nuk këndojgj me zemrën time, cfare mbete prej megje, me nakseri hesht per një moment. Pastaj tha, mbete fama, mbete para, mbete kariera. Nek shmigja u pergjigj, jo. Mbete vete maske. A gjo u ngrit dhe doli nga studiogja. Prodhuesi thirri pasaj, nese del nga kjo dre, kontrata prishet, a gjo nuk u kthe. A gjo vazdoj të ekte, te kur arriti në dre, a gjo u ndal per një moment, a gjo të pa u kther,
Unë nuk jam mal ke mund të shitet dhjet të riprogramohet. Unë jam artist. Të nëse kjo do të thote se karriera e me mbaron sot, le të mbarogje, por do të mbarogje me dingjitet. Të agjodoli. Per heret e fundit, agjodoli nga një studio regjistrimi si grua e lire, por këgjoliri kishte njësmim kë askush nuk e kishte paralajmeruar. 3 dite më vonë, gazeta ngësore intitugj, Nekshmigja pagarusha refuzon të këndogje, agjo kërkon para të mendura, agjo po behet kapricioze, asnjë fjale per makina, asnjë fjale per refuzimin e saq këta gëngjën të publikon, vetem akuza, vetem turp, vetem shtremberim, Nekshmigja don të fliste, por me naksheri i ta, nëse flet, du të bajme fajtore per gjera këjas nuk i kebere. Kemi dokumente, kemi letra, kemi dëshmitare. Të njerëzit do të na besojnë neve, jo ti. Nekshmigja kuptoi se beteha ishte e humbur. Agjo kuptoi se sistemi nuk luftonte me arme të ndershme. Ai luftonte me gënjeshtra, me shtremberime, me frike. Prandaq, agjo vendosi të heshte, por heshtja e sej nuk ishte dorezim. Ishte strategji. Agjo të në ditarin e saj do të heshte, por një dita e vërteta do të dale. Dhe kur të dale, askush nuk do të mund të ndalogje. Konseri i fundit i Nekshmigje pagarushes u mbajt në Sarajeve në djetërin e djetët e vitit 1984. Salla ishte plot, njerëzit kenduan me të çdo kenge. Por në fund, kur agjo u perkull per të falenderuar publikun, diçka e çuditshme ndodhi. Agjo nuk u ngrit me njëhere. Agjo këndroi ulur në skena per disa sekonda kohë duke shin si pergjetesi, dhe pas taj agjo foli në mikrofon. Agjo tha, faleminderit kome degjuat me zemer. Sepse qdo në të kë degjuat son të erti nga shpirti im, askush nuk e kuptoj atëhere se qfare don të thoshte. Por me vone, kur e vërtet adoli, të gjithë kuptuan. Agjo po thoshte lamtumire. Lamtumire gjo vetëm me atë skene, por me të gjitha skenat. Sepse agjo e dinte se nuk do të këtë hegjë. Gjo ne kushtet ke ata donin. Gjo si kukull ka leviste vetëm kur ata tërhiknin figjet. Pas asaj nate, Nekshmigja zhduku nga sita e publikut. Agjo nuk ta intervista. Agjo nuk pranoi ftesa. Agjo vetëm gjetue, në heshtje, në izolim, në pritje. Por sfare priste agjo? Ndoshta priste kë botat e ndryshonte. Kë sistemi të rezohej. Ko e vërtet atë fitonte. Por vitet kalonin, dhe asgjë nuk ndryshonte. Makina vazhdonin të zëvendesonin njerëzit. Rena vazhdonin të shisnin me shume se e vërteta. Dhe artistet e vërtete vazhdonin të heshtan, sepse frika ishte me e forte se guksimi. Por Nekshmigja nuk u pendua kurre. Në një nga letrat e saq të fundit, agjo shkroi, unë zgjoda të gjetoj si njeri, gjo si ikone. Unë zgjoda të kem shpirt, gjo vetëm fame. Dhe nëse gjo zgjedgje me kushtoj qdo gje kë kisha, le të gjete. Sepse ne fund, unë nuk humba gjithçka. Unë humba vetëm atë kë kurre nuk ishte ime, miratimin e njerëzve kë nuk me dëshën per atë kë isha, por per atë kë mund të fiton të pregjmegje. Dhe kjo humbje nuk eshte tragedi. Shtat shlirëm. Sot, 16 vjet pas asaj natën e Sarajeve, emri i Nekshmigje pagarushes eshte harruar nga shumika. Muzika e saj nuk luhet në radio. Fytyra e saj nuk shfaket në revista. Por ata pa kue e kugjtojne e dine të vërtetën. Ata e dine se agjo nuk shtuku sepse deshtoj, agjo shtuku sepse refuzoj të behej pëgjese në sistemi kë shiste shpirtrat si mal. Dhe ki refuzim, kjo rezistence e heshtur, ishte triumf me i mad i saj, sepse agjo nuk hambi veten. Agjo ruajti atë kë ishte me i rendësishme, shpirtin kë këndon të edhe kur gogja heshte, zemren kë rah të edhe kur bota e harroje. Në dhomen e saj të vogel në Prishtine, në fillim të vitit 1984, Nekshmigja nderroi gjete në heshtje. Agjo vdik me 7 shkurt 2020, por disa ore para se të ndodhte kjo, agjo tirri marine. Zeri i saj ishte i dobet, po tuajse i padegjueshem. Maria u perpok të degjonte, Nekshmigja tha, Maria kam dimbje, gjone trup, në shpirt. Dimbje ko asnjë ilaç nuk e shëron.
Doktori Ko e vizitoi atë dita me vonet hanje raport mjekësor që trondit të gjitë ata që e leksuan. A e shkroi, pacienti ka vajtur nga dhimbje kronike për të paktëm 5 vjet. Provat tregogjene se ajo ka marrë barnat e forta kunder dhimbjes në sasike të gjkalojnë normat e sigurta. Por askush nuk e ka ndaluar. Askush nuk ka intervistuar. Dhe askush nuk ka petur pse një grua ke duhet të jetën e kulmin e karrieres, se të saq gjeto me dhimbje kë e bente mos mund të eqe pa mbeshtet gje. Maria tregon se ne ato ditët e fundit, nek smigja nuk flinte. Ajo këndronte zgjuar në tam, duke shikuar drejt tavanit, duke psheretjer ne heshtje. Njën ata, Maria e pjeti, nek smigje çfare po mendoni, nek smigja u pergjigj, po mendoj se sa here kërkova ndihme, dhe sa here me tane je thjesht e lodhur. Vazhdo. Publiku pret. Para presin. Askush nuk pyeti nëse unë isha gati për të vazhduar. Askush nuk pyeti nëse trupi i mende mund të duronte. Ata vetëm tonin duhet. Dhe unë desha, derisa nuk mundame. Por çfarë ishte ajo dhimbje? Sipas dokumenteve mjekësore që u zbuluan me vone, nek smigja vuante nga një sëmundje e rende e sistemit nervor, sëmundje që mund të trajtohej nëse diagnostikohej heret, por ajo nuk u diagnostikua heret. Ajo u diagnostikua vetëm kur ishte tash me vone. Pse? Sepse doktoret ko e ekzaminuan në vitet 80 u thane se ajo ishte thjesht e stresuar, se dhimbja ishte psikologjike, se ajo duhet të pushonte pak të tek të hej në puna, por nek smigja e dinte se dhimbja ishte reale. Ajo shkroi në ditarin e saj, kur dhimbja eshte e padukshme, njerëzit mendogjne se ajo nuk ekziston, por una e disa ekziston, sepse e gjettojsh çdo dito, te çdo dita ajo me ha pak nga pak. Menakseri i saj dinte per gjengjen e saj, Maria deshmon se aje pa nek smigjen duke rene në disheme nga dhimbja në vitin 1980 e di, por aj nuk thirri ambulanse. Aj vetem ta, nek smigje, kemi koncert në didite. Mos u shkete so, du të gjap diçka që du të ndihmogje. Dhe aj i dha pilula. Pilula që e benin të mos ndijes të dhimbjen, por që gjithashtu i benin të mos ndijes të asgje që ter, pilula që e mbajgjne ne kembe, por që nga dale e helmonin. Nek smigja i mori ato pilula sepse nuk kishte zgjedhje. Sepse nese nuk dil të niskene, kontrata do të priqej. Të nese kontrata priqej, ajo nuk do të kishte të ardura. Dhe pa të ardura, ajo nuk do të kishte asgje. Maria thote, une e pashe atë duke u shënderuar nga një grua e gjale në një higje. E pashe duke u dobesuar. E pashe duke humbur peshe. E pashe duke e kursite ishte në gjekind vjes, edhe pse ishte vetëm 55. Dhe e pashe duke kare në heshtje që donate. Kara ke nuk ben të gjurme, por ke e teris të zemren. Une i thashe, nek smigje, duhet të shkojme të mjeku i mire. Duhet ta kërkojme ndihme. Por ajo me ta, Maria, mjeket e mire kushtojne para. Dhe une nuk kam para. Të gjitha para te ke fitova gjana zdukur. Dhe ata ka i vjedhin tani gjetojne si mbretër, ndersa une po vdes në heshtje. Në gjavet e fundit të gjetes se saj, nek smigja nuk hante. Ajo pinte vetëm ugje dhe here pas here merte një kope buke. Trupi i saj nuk pranonte me ushkim. Maria e detyronte ta hante, por ajo vjelte. Doktori kë erdhi me në fund, kur ishte tashme shumë e vone, ta pse nuk erdhe me heret. Pse e legjuat të arrinte në këtë pike. Maria u pergjigj, ajo kishte frike. Kishte frike se neze shkon në spital, du të humbase kontrollin mbi gjetën e saj. Doktori pjeti, por sfare kontrolli kishte ajo tani? Te Maria nuk mund të pergjigje, sepse e verteta ishte se nek smigja nuk kishte kontroll prej vitesh. Ajo gjetoj si një rob ke punonte per pronaret ke e shfritezonin derisa u tje. Por çfare bene ata që e shfritezonin kur ajo u semur? A erdhen të shikonin? A ofruan ndihme? Maria thote, gjo, asnjeri prej tyre nuk erdhi. Asnjeri nuk telefonoje. Asnjeri nuk pjeti. Ata thjesht zhduken. Sikur ajo të mos kishte ekzistuar kurre.
Sikur ajo të ishte vetëm një mjet që tashmë nuk funksiononte me, të kue mund të hidhej pa asnjë pendese. Kjo është e vërteta me edhimshme, se ajo u braktis nga sistemi. Por se u braktis nga njerëzit që ajo kishte besuar, nga njerëzit që ajo kishte dashur, nga njerëzit që ajo kishte ndihmuar kur ata kishin nevojë. Në ditën e fundit, Nekshmigja hapi si të dhepa marine ullur pranë saj. Ajo u perpok të flase, por zëri nuk dilte. Maria mori dorën e saj dhe tha: Nekshmigje, çfarë dëshiron? Çfarë mund të baj për tu? Nekshmigja shkroi me gisht në dorën e marri se një fjale. Vetëm një fjale. E vërtetë. Maria pyeti: çfarë e vërtetë? Por Nekshmigja tashmë kishte mbyllur si të. Dhe kurrë nuk i hapi për seri. Ajo vdik duke mbajtur sekretet që nuk arriti t'i tregonte. Ajo vdik duke ditur se sistemi që e shtipi fituej. Por ajo gjithashtu vdik duke ditur se leu pas dokumente që ngjedi të do të flasin për të. Sot, raportet mjekësore të Nekshmigje Pagarushes gjane be Republike. Ato tregojnë një histori të tmerrshme të neglizhencës, të shfrytëzimit, të dhunës se nga dalte ke vrau një grua gjo me një goditje, por me migjera prergje të vogla. Ato tregojnë se ajo mund të gjetonte. Ajo mund të sherohaj. Por ajo nuk u trajtua sepse ata ke kontrollonin gjetane saj nuk donin ta hambisnin makinerita që prodhonte para. Te kur makina u pre, ata thjesht e hodhën të gjeten një tjetër. A mund të kishte ndodhur ndryshe? A mund të shpëtohesh Nekshmigja? Kjo ishte pyetja që Maria e bën vetes çdo ditë. Të përgjigja e saj ishte: po. Ajo mund të shpëtohej, por gjonga une. Gjonga ajo vete. Ajo mund të shpëtohej vetëm nga një sistem që e trajtonte si njeri, si mal. Nga një shokeri që e vlerësonte shëndetin e saj me shumë se fitimin që prodhonte, por ajo shokeri nuk ekzistonte, dhe prandak Nekshmigja vdik. Sipas dëshmive të mëvonshme, në vitin 1984, tuhet se nëngje tavoline nëngje zyre të mbyllur në kënder të Beogradit ishin ullur pese burra. Asnjë grua, asnjë artist. Vetëm prodhues, menakshere dhe një zyrtar i lartë nga Ministria e Kulturës. Ata po diskutonin për të ardhmen e industrise muzikore, por në realitet, ata po diskutonin për atë se si të kontrollonin artistet që nuk bindëshin. Sipas versioneve që kalkulogjnë, në dokumente që pretendohet se u gjetën me vone, një nga burrat thuhet se ka thënë, Nekshmigja është problem. Ajo refuzon teknologjinë e re. Ajo kërkon të këndojë live. Ajo po e bën vetën shembull për të qeret, nëse e lejojme të vazhdojë, do të kemi një vale refuzimi, një qëtër u përgjigj, atëherë duhet të izolojme, duhet të bajme shembull negative. Duhet të sigurojme që askush të mos dëshirojë të nxjerrë rrugën e saj, zyrtari nga ministriata, si e bajme këtë pashkaktuar skandal, burri i pare Buzekeshi, ajta thjesht. Nuk i japim me kontrata, nuk e ftojme me në televizione, nuk e publikojme me në gazeta, ajo do të zhduket ngadale, publiku do të harrogje, te askush nuk do të pjese pse, sepse në këtë bote, harresa është vdekja e dite, dhe ne jemi mjeshtre të harreses, ata pese burra vendosen fatin e Nekshmigje Pagarushes atë dita. Ata nuk e pjeten atë. Ata nuk i dane mundesi për të mbrojtur. Ata thjesht vendosen. Te vendimi i tyre nuk ishte vetëm për ta. Ishte për çdo artist që guksonte të refuzonte. Ishte një mesazh: nëse nuk bini në rresht, do të fshiheni. Te askush nuk do të digjej se çfarë gjun ndodhi, sepse historia shkruhet nga ata që fitojnë. Te në gjemi ata që fitojnë gjithmonë. Por kush ishin këta pese burra? Emrat e tyre nuk janë publikuar plotësisht. Disa janë të njohur, menaksheri i Nekshmigje ishte njëri prej tyre. Një prodhues i njohur që punonte për stacionin televiziv shtetëror ishte tjetri. Zyrtari nga Ministria mbeti anonim për vite, por hulumtimet e fundit suggerojnë se ai ishte një burre që me vone u be drejtori i një institucioni kulturor të rëndësishëm. 3 burrat e tjerë mbeten ende të panjohur, por dokumentet tregojnë se ata kishin fuki. Fuki për të anulluar kontrata, fuki për të blokuar para, fuki për të shkatëruar karriera.
Maria thote se sipas dëshmive, Neksmigja dëshohet se e dinte për këtë takim. Ajo nuk ishte atje, por thuhet se dikush ia kishte treguar. Dikush nga brenda, ndoshta dikush ka kishte ndërgjegje, ndoshta dikush ka donte ta paralajmeronte. Neksmigja shkroi në ditarin e saj, ata janë mbledhur për të vendosur fatin tim. Por unë nuk jam e frikesuar, sepse ata mund ta me hekin nga skenat. Por nuk mund ta me hekin nga historia. Historia do ta mbetet. Të ngjedita, emrat e tyre do ta leksohen jo si hero, por si tradtar. Por çfarë ndodhi pas asaj takimi? Brenda digjavesh, të gjitha kontrata e Neksmigje u anulluan, një nga një. Organizatorët telefonuan dhe thanë, na vjen keq, por ka pasur ndryshime. Nuk mund të e vazhdojmë, asnjë shpjegim, asnjë kompenzim, vetëm refuzim. Neksmigja e dinte se kjo nuk ishte rastesi. Ajo e dinte se ata po zbatuan vendimin e atij takimi. Ajo shkoi te menaksheri dhe ita ti ishe atje. Ti ishe pjesë e tyre. Menaksheri nuk e mohoi. Ai vetëm tha, Neksmigje, kjo është biznes. Nëse nuk e kupton, du të vuash. Dhe ajo vuashti. Por historia nuk përfundon atë, sepse pse burrat nuk pushuan me anullimin e kontratave. Ata shkuan me larg. Ata filluan të përhapin të sheteme. Të sheteme kë Neksmigja ishte se mure menderisht, kjo ajo kishte bere kërkesa të mendura. Kjo ajo ishte bere e veshtire për të punuar, dhe këto të sheteme u përhapën shpajt, gazetat filluan të publikojnë, njerëzit filluan të besojnë. Dhe Neksmigja, kjo nuk kishte menire për të mbrojtur, du hajta shikonte se si emri i saj shkaterrohej para sive të saj, ajo shkroi, ata nuk me vrane me plum, me vrane me fjale. Te fjalet vret me ngadale, por me edhimshëm. Sot, dokumentet kë provojnë eksistencen e atij takimi gjane gjetur. Ato gjanet e mikura, të prera, disa pjese gjanet e pakarta. Por përmbajtja është mjaftueshëm e karte për të kuptuar se çfarë ndodhi, se ishte një komplot. Se ishte një vendim i parë bashkët për të shkatëruar një grua ko guksoj të thoshte gjo, te ki komplot nuk ishte thjesht kundër Neksmigje. Ishte kundër çdo artisti kë donte të mbetej i ndershëm në një bote kë kërkon të gjengjeshter. Por kush nga ata pese burra është ende gjale sot? 3 prej tyre kanë vdekur, digjane ende gjale. Njeri jeton në pension në një qytet të vogël në Serbi. Tjetri ende punon në industrinë muzikore, tani si këshilltar për të rinjtë artiste. A kanë folur ndonjëherë për atë që bene? Jo. A janë penduar? Askush nuk e di. Por Maria thotë, unë shpresoj që ata të mos flene mire në aten. Shpresoj që s'do në atë. Fytyra e Neksmigje të shfaket. Shpresoj që ata të dine se historia do t'i gjikoje. Të gjikimi nuk do të gjete i bute. Pas vdekjes se Neksmigje, shtëpia e saj u bastis. Gjo nga policia. Gjo nga familja. Por nga njerëz të panjohur këhjen në të moren dokumente. Maria, kë shkoi në shtëpi 3 ditë pas vdekjes, gjeti djertë e hapura, gjeti dollapet të shkatërruar, gjeti letrat e shperëndara në disheme. Ajo tha, ata kërkuan diçka. Dhe unë e di çfarë kërkuan. Kërkuan proven. Proven ku Neksmigja kishte mbajtur për vite. Proven që mund t'i shkatërronte. Por a i gjetën atë prove? Maria thote, jo, sepse Neksmigja ishte e zgjuar. Ajo e kishte fshehur mire. Ajo e kishte ndare në pjese. Një pjese ishte në shtëpinë e time. Një pjese ishte në apartamentin në Sarajeve. Një pjese ishte të një noteri i besuar, dhe çdo pjese vetëm tregonte një kopete historise. Vetëm kur i bashkoheshin të gjitha, historia behaj e plote, dhe asnjë nga ata që kërkuan nuk e din të kete. Vite me vone, këto pjese filluan të gjenden, e paratuhet se u gjet në vitin 2007. E dita si pas dëshmive u gjet në vitin 2012, e treta tuhet se u gjet në vitin 2017, dhe çdo herë që një pjesë gjendej historia behaj me e karte, behaj me e të mërshme, behaj me e pamohueshme. Sot shumika e dokumenteve janë gjetur. Por disa ende mungogjne. Te ata ka i fshehten ende po përpiken të sigurojnë që ato të mos gjenden kurre. Por çfarë tregojnë këto dokumente? Ata tregojnë se Neksmigja nuk ishte vetëm viktime
e nxe menaksheri të kek. Ajo ishte viktime e nxe sistemi të re ku funksiononte duke shfrytëzuar artistet. Sistem ko i trajtonte ata si makina, jo si njerëz. Sistem ko i nëksirte në skene edhe kur ishin të semure, edhe kur ishin të tjeshur, edhe kur lipnin per pushim. Sepse sistemi nuk kujdesej per njerëzit, ai kujdesej vetëm per fittimin. Dhe çfarë ndodhi me ata që i shfrytëzuan, me menaksherin që vodhi parate i saq, me prodhuesin që i detyroi ta pranonte teknologji që ajo nuk donte, me zyrtaret që vendosen të fshihnin nga historia. Disa vdiken e plekare, të pazurde të respektuar. Disa e ndëgjetojnë, duke gezuar para të që fituan nga puna e artisteve që shkateruan. Asëngjeri nuk u ndjeshkua, asëngjeri nuk u pergjigje, asëngjeri nuk u detyrua të shikonte ne paskire dhe të pranonte se çfarë e bene. Por historia nuk harron. Dhe sot, emrat e tyre po dalin në drite, jo si hero, por si tradhtar, si njerëz që shiten shpirtrat e të qereve për fitim personal, si njerëz që kontribuan në një sistem që vrau gjo me dhune fizike, por me negligense, me shfrytezim, me mungesë ndërgjegje. Të ngjedita, kur të gjitha dokumentet të gjene gjetur, kur të gjitha dëshmita të gjene dëgjuar, historia do t'i gjikogje. Të gjikimi do të gjeta i ashper. Nekshmigja pagarusha vdik në emoshen të 80 vjet, me 7 shkurt dimigja e njezet. Ajo gjetoj thjeshta, larg skenave per dekada. Ajo vdik pa asëngjë nga njerëzit ku dikur e adhuruan prane saj, por ajo nuk vdik e mposhtur, sepse ajo leu pas diçka ko asëngjë sistem nuk mund të shkatërrogje, të vërtetën. Të vërtetën e shkruar me dorën e saj, të vërtetën e ruajtur nga njerëz të thjeshtesi Maria, të vërtetën që tani po flet për ta, sot emri i nekshmigje pagarushes po rikthehet, jo në skenat e medha, jo në televizione, por në zemrat e njerëzve që kuptojnë se çfarë sakrifikoi ajo, që kuptojnë se refuzimi i saj nuk ishte koke fortisi, ishte dinjitet, ishte zgjedhja për të mbetur njeri në një bote që donte taktenten e mal, dhe çfarë mund të mesojme nga historia e saj, se sistemi që sheh artistet vetëm si mjet për fitim ishte sistem që shkateron gjo vetëm artistet, por edhe vetën, se teknologjia që zëvendëson shpirtin njerëzor me makina mund të prodhojë zë, por nuk mund të prodhojë art. Se besnikeria nuk blihet me para, dhe se tradhtia shper blehet vetëm me turp që vjen me voni, kur historia flet. Historia e nekshmigje pagarushes nuk eshte vetëm histori e një gruagje. Shtë histori i çdo artisti që ka zgjedhur integritetin e mbi suksese. Që ka zgjedhur të heshte me dinjitet, se sa të këndogje me turp. Që ka zgjedhur të hëmbase gjithçka, se sa të fitogje duke shitur shpirtin. Por a ishte nekshmigja viktime i sistemit, apo ajo ishte viktime e njerëzve ko e rretonin, apo ndoshta ajo ishte hero që luftoj betejë të humbur, por ko i luftoj me krenari, çfarë mendoni ju? A ishte ajo gruzha që duhej të nënshkruante kontratën dhe të vazhdonte karrierën? Apo ajo beri zgjedhjen e vetme që mund të bente dikush që donte të shikonte në paskire pa u turperuar? Shoke, si e shihni ju historinë e nekshmigje pagarushes. A ishte ajo viktime e sistemit që shtipi? Apo ajo ishte faqtor per atë që nuk pranoi të përshtatet me kohen? A duhej të nënshkruante kontratën dhe të vazhdonte të këndonte? Apo zgjedhja e saj për të heshtur ishte akt i vetëm i dengjë që mund të bente? Shkruani mendimin tuaj në komente. Na intereson të dime nëse në kitetin tuaj ende e kuqtojne. Vendosni lik për të vërtetën dhe abonohuni, sepse du të zbulojme.